Kapitulli 4. Jezui, plot me shpirtin e shenjtë, u kthye nga Jordani dhe shpirti i shenjtë e çoi në shkret të Tir. Atje u tundua nga djalli për 40 ditë. Gjatë këtyre ditëve nuk hëngri asgjë dhe kur kaluan ato ditë e mori uria. Djalli i tha: Nëse je biri i Perëndis, thuaj këtij guri të bëhet bukë. Por Jezui ju përgjigj: Shkrimi i shenjtë thot: njeriu nuk jeton vetëm me bukë. Pastaj djalli e ngjiti lart, i tregoi të gjitha mbretëritë e botës në një qast dhe i tha: Unë do të ta jap gjithë pushtetin dhe lavdinë e tyre, sepse më është dhënë mua, dhe unë mund t'ja jap kujt të dua. Gjithçka do të jetë e jotja, nëse bie në gjunjë para meje. Dhe Jezui i tha: Shkrimi i shenjtë thot: adhuro Zotin, Perëndin tënd, dhe shërbej vetëm atij. Pastaj djalli e çoi në Jeruzalem, e vuri në pikën më të lartë të tempullit dhe i tha: Nëse je biri i Perëndis, hidhu që këtu, sepse shkrimi i shenjtë thotë: do t'i urdhroj engjëjt e tij të të ruajnë, dhe do të mbajnë në duart e tyre, që mos të ndesh këmba në gur. Por Jezui ju përgjigj: Shkrimi i shenjtë thot: mos e tundo Zotin, Perëndin tënd. Pasi e tundoi Jezui në të gjitha mënyrat, djalli u largua prej tij për një farë kohe. Jezui u kthye në Galile me fuqinë e shpirtit të shenjtë dhe për të u hap fjala në mbar rrethinat e atij vendi. Ai mësonte njerëzit nëpër sinagogat e tyre dhe të gjithë e përlëvdonin. Jezui shkoi në Nazaret, atje ku ishte rritur. Ditën e shtunë, sipas zakonit, shkoi në sinagogë. U ngrit për të lexuar dhe i dhan librin e profetit Isaia. Ai e hapi librin dhe gjeti vendin ku ishte shkruar: Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më ka vajosur për t'u shpallur ungjillin të varfërve. Më ka dërguar për t'u shpallur robërve lirinë dhe për t'u kthyer të verbërve shikimin, për të çliruar të shtypurit dhe për të shpallur vitin e hirit të Zotit. E mbylli librin, i dha shërbestarit dhe ul. Sytë të gjithëve në sinagogë ishin drejtuar tek ai. Jezui filloi të thoshte: Sot u përmbush kjo pjesë e shkrimit të shenjtë që e dëgjuat me veshët tuaj. Të gjithë flisnin mirë për të dhe mrekulloheshin nga fjalët plot hir që dilnin nga goja e tij, edhe thoshin: A nuk është ky i biri i Josefit? Jezui u tha: Ju do të më përmendni padyshim këtë thënie. Mjek, shëro veten. Bëj edhe këtu në vendin tënd çfarë kemi dëgjuar se ke bërë në Kafarnaum. Dhe vazhdoi: Me të vërtetë po ju them se asnjë profet nuk pranohet në vendlindjen e tij. Por me të vërtetë po ju them, në kohën e Elias kishte shumë vejusha në Izrael, kur qielli ishte i mbyllur për 3 vjet e 6 muaj, kur në mbar tokën e razie e bukës. Megjithatë Elia nuk që dërguar tek asnjëra prej tyre, por vetëm në Sarepta, në tokën e Sidonit, te një grua e ve. Në kohën e profetit Elise, kishte shumë të lebrosur në Izrael, e megjithatë asnjëri prej tyre nuk u pastrua, por vetëm Namani nga Siria. Të gjithë ata që ishin në sinagogë u mbushën me zemërim kur e dëgjuan këtë. U ngritën, e nxorën jashtë qytetit dhe quan në majtë të kodrës ku ishte ndërtuar qyteti i tyre që ta hidhnin në humner. Por Jezui kaloi përmes tyre dhe u largua. Jezui shkoi në Kafarnaum, në një qytet të Galiles, dhe po i mësonte njerëzit ditën e shtunë. Ata mahniteshin nga mësimi i tij, se fliste me autoritet. Në sinagogë gjende një njeri që ishte i pushtuar nga shpirti i një demoni të ndyrë. Ai bërtiti me zë të lartë: Çfarë ke me ne, o Jezui i Nazaretit? Ke ardhur të më shkatërrosh? Unë e di kush je. Ti je i shenjtë i Perëndis. Por Jezui e qërtoi e i tha: Hesht, e dil prej tij. Shpirti i ndyrë e përplasi njeriu në mes të turmës dhe doli prej tij pa e dëmtuar.
Të gjithë u mrekulluan dhe i thoshin njëri tjetrit: Ç'është kjo fjalë? Ai urdhëron shpirtrat e ndyrë me pushtete me fuqi dhe ata dalin. Dhe për të u hap fjala kudo në ato rrethina. Jezuju ngrit, doli nga sinagoga dhe shkoi në shtëpinë e Simonit. Vjera e Simonit ishte e sëmur me ethe të forta, prandaj i u lutën që ta shëronte. Jezuju përkul mbi të, qortoi ethet dhe ato e lanë. Ajo ngrit menjëherë dhe filloi të shërbente. Në perëndim të diellit, të gjithë ata që kishin të sëmur që vuanin nga sëmundje të ndryshme, i sillnin te Jezuji. Ai vendoste duart mbi secilin prej tyre dhe i shëronte. Prej shumë vetave dilnin shpirtar të ndyrë që bërtisnin: Ti je biri i Perëndis. Por Jezuji i qortonte dhe nuk i lejonte të flisin, sepse ata e dinin se ai ishte Krishti. Kur agoi dita, Jezuji doli nga qyteti e shkoi drejt një vendi të shkret. Një turmë e madhe shkoi për ta kërkuar dhe kur e gjetën, nuk donin që ai të largohej prej tyre. Por Jezuji u tha: Më duhet ta shpallu ngjillin e mbretërisë së Perëndisë edhe në qytetet e tjera, se për këtë gjë jam dërguar. Dhe predikonte nëpër sinagogat e Judes.